Po gjithsesi vullneti i dhe gjithë deputetëve duhet me qenë me u konstituna. Për një mend kemi shumë situatë, e kemi dhe më thonë një situatë shumë të rënduar në raport me BE-n, ende masat nuk po largohen, në anën tjetër, gjithë çka po ndodh rreth neve, ne dikush jemi mbet, pothuajse jemi harru fare në këtë vorbullin çka po ndodh. Në anën tjetër qytetarët po përballen me situata të ndryshme, kjo rritja e çmimit, të energjisë, rritja e kostove të jetesës. Krejt këto probleme, domethënë që e rëndojnë, nuk e kemi luksin, ndoshta shtetet tjera për shembull mund ta kenë luksin të rrinë një vjet pa e zgjedhur qeverinë, sepse administrata poshtë tyre është efikase dhe i vazhdon punë. Ne nuk e kemi atë luks. Ne kemi domethënë një administratë e cila në një familje sillet sikur me qenë e humbur kur nuk janë se të krerët e institucioneve, edhe kjo ndikon, po shihet që po ndikon edhe në vendime të cilat janë shumë të rëndësishme që do të më marrë, kështu që prandaj e thash unë duhet me qenë solemne, sepse ti 2 muaj ditë ke vrapu me kërku me të bëu deputet. Edhe ti sot kur të shkon nesër atje duhet me u përmbyll ai proces. Duhet me marrë, si me thonë, jenë regjistru shumë mirë, ka kalu kjo procedurë, duhet me kriju mundësinë që secili me u betu, që kam i shërby Republikës dhe qytetarëve të saj, që kjo është më duket ai kurorëzimi i këtij procesit. Pastaj negociatat për qeveri mund, po do të shohim njëherë nesër, si me thonë, ato shenjat e para. Nëse për shembull propozohet emri i kandidatit për kryeparlamentar, do ta shohim që ka ndonjë marrëveshje ose thjesht mund të ndodhë një lloj kështu rrezikim total.